Përshëndetje dhe mirë se erdhët të dashur edhe në videon e radhës. Në këtë video do të ndalemi pak te mësimi 13 i nivelit të parë, pra nivelit A1 të gjuhës angleze. Vazhdoni kështu. Do të shohim të paktën dy aspekte. Telling the time, të themi kohën, pra orën, dhe talking about schedules. Të flasim pak për programin, pra çfarë kemi programuar për ditën ose javën ose muajin. Le të fillojmë pak me disa biseda të shkurtra, ku kemi përdorimin e kohës, ose do të ndalim në mënyrë konkrete se si e themi orën. Të shohim pak bisedën e parë, kemi ndërmjet Lisa and Josh, ku kemi L, kuptohet Lisa, ku kemi J, J, kemi Josh. It's late, është vonë. Really? Vërtet? What time is it? Sa është ora? Ja të kemi edhe aspektin e parë. Mënyra se si pyesim për të ditur orën është kjo. What time is it? Përgjigja, it's 11:30. Është 11:30. Time to go to bed. Ora për të shkuar për të fjetur, fjalë për fjalë, ora për të shkuar në krevat. Okay? Ne themi ora për të fjetur, por keni parasysh në anglisht u vin më mbar të thonë ora për të shkuar në krevat, se sa të thonë për shembull time to go to sleep. Okay? Vazhdojmë më poshtë. Why? Përse? I'm not tired. Nuk jam i lodhur. Bisedë tjetër. What time is it? Sa është ora përsëri? It's 6:45. Pra shikojmë në një moment tjetër gjatë ditës. Shikoni pak ndryshimin, ndërkohë që te rasti i parë ne tham 11:30, duke përdorur vetëm numrat dhe duke thënë me numrin e parë orën, 11, dhe me numrin e dytë 30 minutat. Kurse këtu kemi 6:45. Tani, në gjuhën angleze kemi dy mënyra se si e themi orën, që referohemi si ora digjitale, që është formati më i thjeshtë, zakonisht preferohet në versionin amerikan të anglishtes, ku ne themi orën dhe minutat direkt, për shembull 11:30. Gjithashtu kemi edhe versionin analog, versioni që është pak më i vështirë, që në përgjithësi preferohet pak më tepër tek anglishtja britanike, pra nga britanikët, ku ne do të themi minutat përpara, pastaj do të shtojmë një fjalë nëse do na duhet të themi ora është e kaq minuta ose pa kaq minuta. Gjithashtu përveç faktit që ne themi minutat më përpara, përdorim edhe shprehjen çerek, si në shqip, dhe shprehjen gjysmë. Okay? Edhe këtu, çfarë do thot? 6:45 do të thot 7, po na duhet kujdes tani se kur e përkthejmë në shqip, do të fillojmë si të themi nga fundi. 7 pa një çerek. Pra quarter është ajo që në shqip themi çerek, çereku i diçkaje, edhe për orën, por edhe në përgjithësi kur ndajmë një objekt. 2 është ajo që në shqip ne do thoshim pa, pra 7 pa kaq minuta. Okay? Time to get up, ora për të çuar, ora për të ngritur. But I'm tired, por unë jam i lodhur, do të flej akoma. Si i thot? Have some coffee, pi pa kafe. Një bisedë tjetër. Excuse me, what time is it? Pra kujtojmë edhe njëherë, shprehjen excuse me, e përdorim kryesisht për të tërhequr vëmendjen e dikujt, zakonisht kur na duhet një informacion. Sa është ora? Sorry, I don't know. Më fal ose më vjen keq, nuk e di. I don't have a watch. Nuk kam një orë. Edhe këtu ndalemi pak. Ju kujtohet që deri tani fjalën watch ne kemi parë si veprim, pra si folje. Kur themi watch a movie, shoh një film. E njëjta fjalë kur përdoret si emër, merr kuptimin e orës së dorës. Do t'i shikojmë këto sa herë që kemi fjalë të cilat kanë dy kuptime, sidomos kur ndryshojnë rolet gramatikore, ka folje në emër, mbi emër, ndaj folje dhe kështu me radhë, do t'i përmendim. Excuse me, what time is it? Pra duke qenë se personi i parë i tha që nuk e di sepse nuk kam një orë, vazhdon pyet personin e radhës. Let me see, fjalë për fjalë, më lejo të shoh, të shikoj. It's 7:15. E shikoni tani, gjëm pak me mënyrën se si përmendëm më lart, por në vend se më lart, ndërkohë që më lart përmendëm to, ose tham to, këtu kemi after, 7:15.
Çfarë do të thotë? Tani after ose past në versionin britanik do të thotë e kaq minuta. Pra fillojmë edhe një herë nga fundi, 7 e 1 çerek. Okay? Si thot personi tjetër? Oh no, I'm late. O jo, thot, jam vonë. Tani, për ata që duan pak më tepër informacione, cila është logjika e përdorimit to dhe after ose past? After dhe past kanë pak shumë të njëjtin kuptim. Atëherë, logjika është e tillë. Kur ne themi 6:45, çfarë do të thotë? Që të shkojmë te 7-a, pra na duhet edhe një çerek ore. Pra nuk kemi vajtur akoma te 7-a. Që ne të arrijmë te 7-a, na duhet edhe kaq. Në rastin tonë edhe një çerek. Kurse kur përdorim fjalën after ose pas, që në përgjithësi në shqip i përkthejmë mbas, okay? Çfarë do të thotë? Që mbas kësaj ore, pas orës 7 konkretisht, kanë kaluar kaq minuta. Ndoshta disa ky informacion më tepër i ndihmon që ta mbajmë mend më mirë. Le të vazhdojmë më tej. Atëherë të shohim tani konkretisht. Orën. Kemi filluar nga ora 3 deri në orën 4:05. Okay? It's 3. Kur është ora fikse, kemi mundësinë të themi edhe o'clock. Shkruhet me o, apostrof dhe fjala clock, që i referohemi orës, përgjithësi orës së dorës, po orës që kemi në shtëpi. Kemi vendosur në klapa sepse kjo është optional. Pra, vendosim ne nëse do ta themi. Por, keni kujdes. Nëse do ta themi vetëm kur ora është fikse. Pastaj kemi it's 5:03. Është 3:05. Shikoni që në klapa u ka vendosur edhe fjalën past, që preferohet në versionin britanik. Është një gjë, pra nëse dikush thotë it's 3:05, ka të njëjtin kuptim, pra është 3:05. It's 10:03. Është 3:10. It's 3:15. Është 3:01 çerek. Vini re që e ka vendosur në klapa, çfarë do të thotë? Që edhe kjo është optional. Pra mund të themi it's 3:15, por mund të themi edhe it's 3:15. Të dy janë të sakta. It's 20:03. Është 3:20. It's 25:03. Është 3:25. It's 3:30. Është 3:30. Kemi përdorur formën e thjeshtë. It's 25:4. Tani kalojmë me pa, pra 4:25. It's 20:4. 4:20. It's 3:45. 4:01 çerek. It's 10:04. 4:10. Dhe it's 5:04. 4:05. Okay? Pra këtu themi kemi raste si nuk mund ta themi, për shembull mund të themi it's 5:03 o'clock. O'clock do ta përdorim vetëm kur ora është fikse. Okay? Ose për shembull një gabim tjetër, it's 3:30. Jo, do të ishte edhe kjo e gabuar. Okay? Tani, një gjë është që ne ti përmendim dhe një gjë është që ti fiksojmë. Pra do na duhet pak punë. Zakonisht studentëve u sugjeroj që të fillojmë me formën e thjeshtë, formatin e thjeshtë, pra kur themi orën dhe direkt minutat, dhe një herë që kam mësuar formatin e thjeshtë, mund të shkojmë pastaj të fiksojnë edhe formatin pak më të vështirë. Ecim para, edhe këtu kemi disa raste në formë pyetje dhe përgjigje ku kemi përdorimin e kohës. What time do you, pra çfarë kohe, ose çfarë ore ti bën këtë veprim? Për shembull, what time do you get up? Çfarë ore ngrihesh? I get up at 7 o'clock. Keni parasysh që para fjala që ne përdorim kur themi një kohë fikse, do të jetë at, edhe pse jemi herët në nivelin anglisht që të flasim për para fjalët. Unë i përmend sa herë, kështu që keni më të lehtë të fiksojmë qëse janë disa dhe në disa raste mund të jemi pak konfuze ku përdoret njëra dhe ku përdoret tjetra. Pra, mbaj mend që kur themi në filan orë, pra në filan kohë fikse, do përdorim para fjalën at. Pra, nuk themi I get up in 7 o'clock, jo, do themi at 7 o'clock. What time do you go to bed? Çfarë ore shkon për të fjetur? Fjalë për fjalë shkon në krevat. I go to bed at 10 o'clock. Përsëri at, pra shkoj për të fjetur në orën 10. What time do you go to school? Çfarë ore shkon në shkollë? I go to school at 7:30. Shkoj në shkollë në 7:30. What time do you finish work? Çfarë ore përfundon punën? I finish work at 4 p.m.
I finish work at 4 in the afternoon. Në disa raste, ashtu si në gjuhën shqipe, mund të kemi disa mundësi ose disa forma për të thënë të njëjtën gjë. Për shembull, nëse ne duam të themi orën pasdite, kur përdorim formatin me 12 të orës, pra nuk themi 16 që kuptohet 6 pasdite, por themi 4. Tani, 4 kur përfundon punën, është pak vështirë që ne të bëhemi konfuz, por mund të jenë disa orë, për shembull 8 e darkës me 8 e mëngjesit, kur dikush mund të ngatrojë ose mund të ngri pyetjen, është e mëngjesit apo është e darkës. Në këto raste ne mund të shtojmë AM për paradite ose PM për masdite. Ose ndryshe mund të përdorim edhe pjesën e ditës, siç në rastin e fundit, I finish work at 4 in the afternoon. Pra përfundoj punën në orën 4 mbasdite. Këtu e përfunduam edhe këtë mësim. Ju falenderoj si gjithmonë për vëmendjen. Nëse keni pyetje ose sugjerime, jeni të lirë që të komentoni. Shihemi në videon e radhës.